Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime, po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Nuk e di se sa kohë keni ju pa ngrënë tavë me plëndës. Unë kisha shumë kohë, e di që do ju bëj nostalgjik sot, por ju ftoj që ta ndiqni videon dhe ta përgatisni sipas mënyrës që kam gatuar unë, kështu e përgatisim ne dhe bëhet vërtet për merak. Në një tigan do shtojmë vaj ulliri, do shtojmë 2 qep mesatare dhe do t'i skuqim në temperaturë të ngadalë derisa të zbuten, por kini kujdes pa i djegur ato, pra pa i skuqur plotësisht. Do shtojmë 4-5 lugë salcë domate dhe do vazhdojmë skuqen edhe për pak. Nëse do ishte koha e domateve, mund të shtonim disa të freskëta, por tani nuk e kanë kohën dhe nuk janë aq të mira. Do shtojmë plëndës viçi, të cilin unë e kam zier përpara dhe do vazhdojmë skuqen edhe për pak. Do shtojmë 3 lugë miell gruri, përziejmë dhe skuqim gjithashtu, duke shtuar krip, piper të zi, hudhër, spec të kuq, rigon dhe do ta skuqim për pak në mënyrë që të skuqet edhe mielli. Ndërkohë që skuqim, unë dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Pasi e skuqim, do shtojmë lëngun e plëndësit të zier, të cilën unë e kam kulluar, dhe 1 lugë uthull molle ose rushi, çfarë do lloj t'ju gjendet në shtëpi. E përzijem shumë mirë dhe e pjekim në 200 gradë për 30 minuta, derisa të marrë këtë faqen, kështu thot mami im, por pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Ky është rezultati pas pjekjes dhe u bë vërtet shumë i mirë. Mua më kishte munguar shumë si tavë dhe më shijoi jashtë mase. Ruajini këtë recet, provojini dhe jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Nëse keni një mënyrë tjetër, mund të ma shkruani në koment, ta mësojmë edhe ne. Nëse ju pëlqeu receta, pres për shtypje në koment. Faleminderit.